hadithe nga profeti Muhammed për muajin e begat të Ramazanit. Në shumë hadithet e tij, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na sqaron rëndësinë, pozitën, vlerën e lartë të muajit të begat të Ramazanit. Prej thënieve të tij për këtë muaj të shenjtë janë: profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Allahu i madhruar e frymëzoi një të dërguar prej bijve të Izraelit, duke i thënë: njoftoje kombin tënd se nëse një person e agjeron për t'u ofruar tek unë do ta shëroj trupin e tij dhe shpërblimi i tij nga unë do të jetë i madh. Në një hadith tjetër, profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: në ditën e gjykimit, agjëruesve ushtrohet një sofër prej floriri, ata hanë dhe të tjerët shikojnë. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: sikur Allahu i madhruar ti urdhëronte, pra ti lejonte qiejt dhe tokën të flisnin, ata do të përgëzonin agjëruesit për xhennetin. Allahu na e pranoft agjërimin dhe qofshim prej banorëve të xhennetit inshallah.